Ky punim ka në qendër përmbajtjen informative, transmetimin në radiot lokale. Niset nga fenomeni evident i të kurjes së këtyre hapësirave, kujdesin dhe angazhimin tejet modest dhe rutinor të redaksive për lajmet dhe pasqyrimin e tyre në formate të ndryshme brenda edicioneve informative ose në pjesë të tjera të agjendës programore. Pse i kam titulluar pikërisht kështu? Është një egzagerim në formulimin e titullit, si një mënyrë për të ngritur me realizëm se ku kemi mbritur në tregun audio-mediatik në Shqipëri. Një treg ku deri në këtë moment që flasim janë të paktën 45 operatorë që janë në transmetim. Si shkas është një shembull konkret. Nga buletini i lajmeve të mesditës në një radio lokale të qytetit Elbasanit, më ka mbetur në mendje një raportim në një ngjarje shumë të rëndë. Duke udhëtuar drejt Korçës, në radion e makinës mësova se aksidenti ku kishte humbur jetën një punëtor, ishin plagosur rënd 6 të tjerë në një uzinë të përpunimit të çelikut në ish kombinatin metalurgjik, kishte vënë në lëvizje shtetin. Presidenti i Republikës, zoti Topi, gjendej vetë në Elbasan, ku apelonte për rritjen e sigurimit në punë. Prokurorët ishin në hetime intensive për shkaqjet e tragjedisë. Inspektorët shtetëror të Agjencisë së Punës nga Tirana verifikonin dokumentacionin e rekrutimit punëtorëve, pra gjithmonë në uzinën për cilën bëhet fjalë. Drejtori i përgjithshëm i kompanisë së huaj që menaxhonte aktivitetin e përpunimit të çelikut kishte mbritur me urgjencë në vendngjarje dhe plot detajet e tjera i kuptohej nga kronika që transmetonte radio lokale në qytet. Por gjithçka i jepej për dëgjuesin e Elbasanas kishte burim të vetëm BBC. 2-3 herë në paraqitjen e përmbajtjes së kronikës për ngjarjen e uzinës, gazetari në studio përmendi me korrektësi klishen e burimit sipas radios BBC. Pra në një redaksi lokale, për të mbuluar një ngjarje të bujshme që ka ndodhur në qytetin e saj, ka përdorur si burim të vetëm një media ndërkombëtare. Pavarësisht se një reporter i Elbasanas i kushtonte vetëm pak minute mbritja në uzinë dhe marrja e informatave direkt në terren për pasqyrimin e një ngjarje që kishte tronditur komunitetin. E solla këtë rast për të ngritur problematik në ato radiostacione të cilat kanë programe informative dhe përpiqen që të përmbushin kërkesën që ka ligji për radion dhe televizionin publik dhe privat në Republikën e Shqipërisë i vitit 1998, se për marrjen e licencës me shtrirje lokale duhet të paktën 15% e programeve javore të përmbajnë informacion dhe programe që lidhen me realitetin lokal, por që nuk kanë karakter tregtar. Në punim, shkaqet e mungesës së lëndës informative ose trajtimi i përcip dhe rutinor i saj shikohen nga disa këndvështrime. Së pari në aspektin e kontekstit të zhvillimit vetë në tregun mediatik, zaptimin në thonjza të hapësirave të audiencës nga ana e mediave elektronike të mëdha kombëtare, trendi i pakthyeshëm i globalizimit mediatik dhe onlineizimit i saj. Por pavarësisht këtyre trendeve, me sjellje në thonjza armiqësore ndaj mediave lokale, ku hyn dhe radiostacionet sërish për këtë qëllim dhe fokusimin që ato kanë në informimin dhe argëtimin e komunitetit janë të pazvendësueshme. Sepse asnjë njësi tjetër mediatike, e cilës do përmase, burimesh njerëzore dhe monetare, a reputacionit që ka, nuk mund të futet në shishen, në thonjza të problemeve, shijeve dhe gustove të një qendre administrative urbane, rurale ose në përzierje të dyjave. Askush nuk do të mund të japi aq detaje mbi ndodhit, personazhet dhe rrethanat e ngjarjeve dhe fenomeneve sa mund të japin reporterët ose redaktorët e një redaksie lokale. Aspekti tjetër është menaxhimi i stacioneve lokale. Perceptimi fillestar dhe vijues që kanë menaxherët ose një drejtues i stacionit për krijimin e sa më shumë të ardhurave me sa më pak shpenzime, për të mbajtur bilancin efektiv në rastin më fatllum ose të përballueshëm me të ardhurat që pronarët dhe aksionerët krijojnë nga aktivitetet e tjera të biznesit. Për të patur aktiv njërin prej zërave të ardhurave ato që vijnë nga reklamat dhe promocioni. Fillimisht investohet për të qenë të ndjeshëm në audiencë, të kemi ndjekës dhe emër të mirë në komunitet. Të dy anët e këtij procesi, niveli i audiencës dhe nevoja për të ofruar shërbime me pagesë klientëve në hapësirat reklamuese dhe promocionale janë të lidhura dhe të ndërmarrura. Ky kur nuk ka sukses në drejtim, atëherë vim tek pamjet në thonjza të mbi njeriu, ose tek formula e burimeve njerëzore me koston më të lirë të mundshme. Një njeri, një redaksi. Dhe nga ana tjetër, me rezultatin më minimal të produktit për audiencë. Dhe ndodh që mbulimin e lëndës informative mund ta bëjë cili do, që i reziston shkurtimeve nga ekipi gazetarëve, që nuk del për asnjë çast jashtë ambienteve të redaksisë,
dhe që realitetin e ka tek ekrani i kompjuterit, në një listë adresash, webesh, që nuk e lën kurrë në balë për të përgatitur edicionet e lajmeve, jo vetëm me tekste, por dhe me klipe audio. Njësoj si një DJ lajmesh, pra një njeri që grumbullon, seleksionon dhe mikson, si thua, informacion. Së treti, aspekti i përballimit të presionit nga autoritetet vendore dhe grupet e interese. Në një diskutim që kanë zhvilluar më herët me kolegët në qytetin e Korçës mbi rolin e mediave lokale për të angazhuar në problematikën që ka komuniteti, unë ngritë një argument që përbënte një shqetësim real për ta. Partnerët e redaksive janë dhe autoritetet, institucionet vendore apo grupe të ndryshme interesi.